Myku i gojës. 4 mënyra për ta kuruar shpejt e shpejt. Myku i gojës është një infekcion i shkaktuar nga përhapja e kërpullave Candida albicans në mukozën e gojës. Mund të ndodhë në çdo moshë, por më të prekurit kryesisht janë zakonisht fëmijët dhe të moshuarit. Për fat të mirë, është e mundur ta luftoni atë në mënyra natyrale. Edhe pse këto alternativa nuk zëvendësojnë ilaçet antifugale, janë një ndihmë e vlefshme për të qetësuar simptomat e këtij infeksioni. Sodo buke. Ky përbërës përmban veti dezinfektuese dhe antimykotike që ndihmojnë në neutralizimin e kërpullës Candida albicans. Si përdoret? Shkrini gjysmë lugje sodë buke në një gotë me ujë të ngrohtë. Përdoreni këtë lëng për të bërë gargar për 2 minuta. Në fund, përshtyeni lëngun dhe përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë derisa të përmirësoheni. Kos natyral. Për të trajtuar mykun e gojës, një nga medikamentet më të mira për mykun e gojës është kosi natyral i pasur me probiotik. Kjo kulturë bakteresh të mira vepron pozitivisht duke risjellë ekuilibrin e baktereve të shëndetshme në gojë. Si përdoret? Gjatë simptomave të para të mykut të gojës, konsumoni 2 porcione kos natyral në ditë. Sigurohuni gjithashtu të jetë pa sheqerna, sepse këto të fundit e ushqejnë mykun. Lëng limoni. Lëngu i limonit ka efekt antiseptik dhe antimykotik mes përbërësve të tij. Si përdoret? Përzijeni lëngun e limonit me ujë të ngrohtë dhe bëni shpërlarje 3 herë në ditë. Përgatisni një çaj me lëng limoni dhe konsumojeni mundësisht me stomak bosh. Shafrani indie për të trajtuar mykun e gojës. Shafrani indis nuk rres në habiturin me ventit e tij dhe sipas një studimi, kurkumina ka një efekt antimykotik kundër llojeve të ndryshme të kandidas. Por si përdoret? Si fillim, ngrohni pak ujë. Kur të fillojë të zijë, shtoni gjysmë lugje kurkuma. Mund të shtoni edhe pak piper të zi nëse keni dëshirë. Ju ftojmë që të klikoni like dhe subscribe për të mos humbur asnjë nga videot tona të fundit. Faleminderit.